VMRO-DPMNE-ja nëpërmjet programit Manifest për të vetmen Republikën e Maqedonisë kërkoi bashkim kombëtar mes qytetarëve, intelektualëve, shoqatave qytetare, organizatave religjioze dhe partive politike për të siguruar stabilitet dhe të ardhmen demokratike dhe evropiane për vendin. Duke filluar nga marrëdhëniet e brendshme, VMRO-DPMNE-ja propozon që nëpërmjet dialogut çështjet të zgjidhen në institucione, si mbrojtja më efikase nga ndikimet e jashtme. Uspostavime nacionalen dialog. Redoven dialog. Propozojmë të vendosim dialog kombëtar, të rregullt, ndërmjet çdo pushteti dhe opozite për çështje që ka të bëjnë me interesin kombëtar. Dialogu të zhvillohet dhe zgjedhjet të gjenden gjithmonë në kornizat të institucioneve të vendit dhe nga ana e përfaqësuesve që në mënyrë demokratike janë zgjedhur nga qytetarët. Kjo është edhe mbrojtja më efikase nga ndikimet e jashtme ose realizimi i agjendave që nuk dalin nga interesi i përbashkët i qytetarëve të Maqedonisë. Popovski theksoi se VMRO-DPMNE-ja synon antarësimin në BE dhe NATO, por zgjidhja e çështjes së emrit dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës për këtë pikë duhet të kalojë përmes referendumit. Nema da se prihvati promena në Ustavot. Nuk do të pranojmë ndryshim të kushtetutës me qëllim të ndryshimit të emrit, nuk do të pranojmë ide dhe propozime që do të rrezikonin identitetin e popullit maqedonas, individualitetin dhe gjuhën maqedonase. Nuk do të lejojmë që asnjë zgjidhje të pranohet nga ana e politikanëve ose individëve, qeverive ose kuvendit, pa u shprehur paraprakisht për këtë qytetarët e Maqedonisë në referendum dhe shumica e qytetarëve që të dalin në referendum të pajtohen me zgjidhjen e mundshme. Sa i takon sistemit zgjedhor, partia e Nikola Gruevskit propozon të krijohet stabilitet politik afatgjat me ndryshim të sistemit zgjedhor, kurse për lehtësimin e dialogut ndëretnik, VMRO-DPMNE-ja propozoi regjistrim të popullsisë sipas praktikave të Eurostatit dhe OKB-s. Bonus od 20 pratenici za pobednikun. Bonus prej 20 deputetësh për fituesin e zgjedhjeve parlamentare në kuadër të numrit aktual të deputetëve dhe në pajtim me kushtetutën ose si alternativë dytë zbatimi i modelit zgjedhor të shumicës në të gjithë territorin e Maqedonisë. Regjistrimi të zbatohet pa shtyrje, me qëllim të planifikimit kualitativ të politikave dhe dialogut konstruktiv për tema ndëretnike. Në manifestin e VMRO-DPMNE-s thuhet se gjuha maqedonase mundson integrim të gjithë qytetarëve në një shoqëri, pa dallim nga prejardhja e tyre, kurse detyrim dhe pasuri për të gjithë është promovimi i gjuhës shqipe, turke, rome, serbe dhe të tjera. Në program theksohet edhe zhvillimi ekonomik dhe krijimi i rajonit evropian mes vendeve të Ballkanit me qëllim të shfrytëzimit më efikas të fondeve evropiane.